أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين जैसा कि गुज़श्ता खुतबे में ग़ज़वा तबूक के बारे में मुख्तसर ज़िक्र हुआ था इसकी कुछ मज़ीद Ashtu se që shpërmendur shkurtimisht në hutben e kaluar për betejën e Tebukut, sot do të paraqes disa hollësi të tjera rreth saj. Hazret Kalifi dyut, Hazret Musleh Maudi radhiyallahu anhu, duke përshkruar parapaskenën e kësaj beteje, thot: Kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e çliroi Mekën, aty gjende gjithashtu një person me emrin Abu Amir Medeni. Ai ishte nga fisi Hazrej dhe për shkak të kontakteve të ngushta me hebrejt dhe të krishterët ishte mësuar të merrej me lutje, meditim dhe përmendjen e emrave. Dhe njihe si murg nga njerëzit. Megjithse fetarisht ai nuk ishte i krishter, ky njeri pasi i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte mbërritur në Medinë, iku drejt Mekës. Kur edhe Meka u çlirua, ai filloi të mendojë se duhet të gjente një mënyrë tjetër për të nxitur trazira kundër Islamit. Më në fund ai ndryshoi emrin dhe pamjen e tij dhe filloi të jetonte në një fshat pranë Medinës të quajtur Quba. Për shkak të viteve që kishte kaluar jashtë dhe ndryshimit në pamje dhe veshje, banorët e Medinës përgjithsisht nuk e njohën. Vetëm hipokritët me të cilat ai kishte krijuar një lidhje të ngushtë e njihnin. Ai në bashkëpunim me hipokritët e Medinës propozoi një plan që të shkonte në Siri për të nxitur perandorinë e krishterë dhe fiset arabe të krishtera që të sulmonin Medinën. Ndërkohë, hipokritët në Medinë do të përhapnin lajme se ushtritë siriane, pra romake, po përgatiteshin të sulmonin qytetin. Nëse plani do të kishte sukses, do të shpërthente luftë midis muslimanëve dhe ushtrive siriane. Dhe nëse jo, muslimanët mund të niseshin vetë drejt Shamit, pra drejt Siris për të sulmuar ata, duke shkaktuar luftë mes tyre dhe perandorisë së Qezarit. Në të dy rastet, ata hipokritët do të përfitonin. Kështu, ky njeri u nis drejt Siris, ndërsa hipokritët e Medinës filluan çdo ditë të përhapnin lajme të rrimi në qytet. Një karvan na tha se ushtria siriane po përgatitet të sulmojë Medinën. Ditën tjetër thoshin të njëjtën gjë, se jemi takuar me filan fis dhe ata na kanë treguar se ushtria romake po bën përgatitje të sulmojë Medinën. Lajmet ishin përhapur aq gjerësisht saqë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e pa të arsyeshme të nise vetë drejt Siris me ushtrinë muslimane për të përballuar ushtrinë romake. Ishte një kohë shumë e vështirë për muslimanët. Kishte thatësirë, prodhimi i drithrave dhe frutave vjet kishte qenë i pakat dhe prodhimet e reja ende nuk ishin korrur.
कि उन्होंने ये ishte इसलिए की है fundi i शामी लश्कर हमलावर shtatorit ose fillimi i tetorit, kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u nis për këtë ekspedit. की जंग Hipokritët, të cilët dinin se gjithë kjo ishte një kurth, इतने बड़े लश्कर shpresonin që nëse ushtria romake nuk vinte për të sulmuar muslimanët, le të shkonin muslimanët vetë për të ndezur luftë kundër tyre dhe të pësonin humbjen katastrofale. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी Pasojat e betejës së Mu'tas i kishin të freskat në kujtesë. Kur muslimanët ishin përballuar me një ushtri gjigante dhe muslimanët kishin shpëtuar veten me vështirësi, duke hequr madje humbje të konsiderueshme. Tani hipokritët ndronin të shikonin me sy një Mu'ta tjetër. तुम्हें जंग के लिए नहीं जाना चाहिए Ata kishin menduar se maazallah edhe i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam do të binte dëshmor në një përballje të tillë. Ata përhapnin çdo ditë lajme friksuese për sulmin e armikut apo për marshimin e ushtrive romake dhe në këtë mënyrë nxisnin njerëzit të mos merrnin pjesë në luftë. Përmes këtyre përpjekjeve, ata donin të tremnin njerëzit që të mos dilin për këtë luftë. इस नतीजे पर पहुंचे Ndonë se hipokritët donin që ushtria muslimane të nisej për të luftuar kundër romakëve, por numri i tyre ishte sa më i vogël në mënyrë që humbja e tyre të ishte i sigurt. तंगी और शिद्दत के बावजूद Megjithatë, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam pas vlerësimit të situatës dhe në bazë të informacionit që vinte nga kufit, arriti në përfundimin se nëse do të vononte përballjen me romakët dhe atyre do t'u jepte mundësinë për të hyrë në territoret muslimane, dëmi do të ishte më i madh. Prandaj vendosi, pavarësisht vështirësive, të marshonte vetë drejt kufirit të tyre dhe të drejtonte një betejë vendimtare midis muslimanëve dhe romakëve. पहला एक हवाला मैंने एक तारीखी किताब से दिया था Hazrat Kalifi Dyut radhiyallahu anhu ka përshkruar këto prapaskina në një vend tjetër me këto fjalë. Ai shkruan kur profetit sallallahu alaihi wasallam i arritën këto lajme, ai porositi muslimanët që të fillonin përgatitjen dhe në vend që romakat të sulmonin, muslimanët duhet të ndalin në kufi. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Në përgjithësi, profeti sallallahu alaihi wasallam e mbante të fshehtë planin e ekspeditave ushtarake. और दुश्मन Ndryshe nga से बताते हुए ekspeditat e tjera, करने की तलकीन फरमाई profeti sallallahu alaihi wasallam bëri një përjashtim dhe pas betejës së Hajberit shpalli publikisht këtë mision ushtarak, duke i lajmëruar paraprakisht për vështirësitë e udhës, si dhe për numrin e madh të armikut. Këtë përshkrim e ka përcjell Imam Buhariu. रसूलुल्लाह Njëkohësisht ai dërgoi njerëz në Mekë dhe në fiset arabe që të bënin thirrje për të bashkuar me ushtrinë muslimane. Ai gjithashtu u bëri thirrje sahabëve të pasur për të shpenzuar për hir të Allahut. कबीला बनु असलम की तरफ Ai dërgoi gjithashtu përfaqësues drejt fiseve të ndryshme për të ftuar ato për pjesëmarrje në këtë ekspedit. Për shembull, Hazrat Buraida ibn Husaybi ishte dërguar te fisi Banu Aslam, Hazrat Abu Ruhum Ghafari te fisi ti Hazrat Abu Waqid Laysi te fisi ti Banu Lays, Hazrat Abu Ja'ad Zamri te fisi ti dhe Hazrat Rafi bin Makis te fisi Juhayna, Hazrat Nuaim bin Mas'udin te fisi Ashja, ndërsa Budej ibn Warkan, Amr bin Salimin dhe Busr bin Sufjanin të fiset Banu Ka'bi dhe Banu Amri. Po ashtu ai dërgoi Hazrat Abbas ibn Mirdasin të fisi Banu Sulejmi. कि एक गुसानी बादशाह ने Në Medinë mbizotronte frika dhe ankthi, sepse armiku i fuqishëm mund të sulmonte në çdo çast. कर ली पूरी Sipas një transmetimi të Buhariut, Hazrat Omeri tregon se si ata flisnin për mbretin e Ghassanit që po përgatitej për luftë kundër tyre dhe kishte potkuar kuajt.
Frika ishte e madhe, megjithatë sahabët treguan një shembull të jashtëzakonshëm të besimit dhe sakrificës. Sipas një transmetimi tjetër të Hazret Omerit radhiyallahu anhu, puna Buhari është përcjell se njerëzit kishin frikë nga mbreti i Ghassanit. Ai ka thënë, na ishte treguar se ai është gati të na sulmojë. Në këtë situatë, na të gjithë kishte zënë frika. Megjithatë, përballë kësaj situate të frikës, sahabët shfaqën edhe frymën e jashtëzakonshme të sakrificës. Përshkrimi i kësaj gjendjeje është përmendur me këto fjalë. Ai thotë, në atë periudhë Medinën e kishte goditur një thatësirë e rëndë. Në anën tjetër, të mbjellat dhe frutat kishin arritur kohën e korjes dhe njerëzit ishin të zënë me këtë punë kur u shpall thirrja për xhihad. Përpos kësaj, një verë e nxehtë, udhëtimi i gjatë për disa qindra kilometrash dhe mungesa e ushqimit, të gjitha këto e bënin këtë mision akoma më vështirë. Megjithatë, kur i dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam bëri thirrje për të dalë në xhihad, sahabët e sinqertë në vend që të kujdeseshin për të mbjellat dhe të korrat e tyre, i përveshën mëngët për të përgatitur për këtë udhëtim. Për ata sahabë të varfër, kjo udhë me të vërtetë përbënte një sfidë të madhe. Me që dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam ishte në dijeni për këtë vështirësi, ai bëri një thirrje të përgjithshme dhe ai nxiti të pasurit të sakrifikonin paratë e tyre në rrugën e Allahut ose të mundësonin kuajt e të tjerë për ushtarët. Ai u tha, man jahada jaysh al-usrati falahu al-janna fa jahaztuhum. Pra, kush e furnizon ushtrin e vështirësisë, pra Jayshul Usra, fiton xhennetin. I pari që solli pasurinë e tij ishte Hazrat Abu Bekr as-Siddiq radhiyallahu anhu, i cili solli të gjithë pasurinë e shtëpisë, plot 4000 dirhem. Kur profeti sallallahu alajhi wasallam e pyeti nëse kishte lënë diçka për familjen, ai u përgjigj, për ta kam lënë Allahun dhe të dërguarin e tij. Në një tjetër transmetim, Hazrat Omeri radhiyallahu anhu tregon, profeti sallallahu alajhi wasallam na urdhëroi të japim sadaka. Unë kisha pasuri dhe mendova, sot kam mundësinë ta kaloj Abu Bekrin. Mora gjysmën e pasurisë. Pra, mora gjysmën e pasurisë sime dhe i asolla profetit sallallahu alajhi wasallam. Ai më pyeti, çfarë le për familjen tënde? Po aq kam, po aq sa kam sjell. U përgjigja. Ndërsa Hazrat Abu Bekri solli gjithçka që kishte. Profeti sallallahu alajhi wasallam pyeti edhe atë, çfarë le për familjen tënde? Ai tha, kam lënë Allahun dhe të dërguarin e tij. Atëherë Omeri tha, pasha Allahun, kur nuk mund ta tejkaloj Abu Bekrin. Hazrat Kalifi Dyut radhiyallahu anhu gjithashtu ka rrofyer këtë ngjarje me fjalët e tij. Ai shkruan, në një rast xhihadi, Hazrat Omeri radhiyallahu anhu tha, gjithmonë Abu Bekri më tejkalon. Sot do ta kaloj unë. Shkova në shtëpi dhe mora gjysmën e pasurisë sime dhe ia solla profetit sallallahu alajhi wasallam. Ishte kohë e vështirë për Islamin, por Abu Bekri solli gjithë pasurinë e tij dhe ia dorëzoi profetit sallallahu alajhi wasallam. Kur profeti e pyeti se çfarë kishte lënë në shtëpi, ai u përgjigj, Allahun dhe të dërguarin e tij. Atëherë Hazrat Omeri tha, kur dëgjova fjalët e Abu Bekrit, më zuri një ndjenjë e thellë keqardhjeje. I thash vetes, sot desha ta kaloja duke bërë një sakrificë kaq të madhe, por përsëri Abu Bekri më tej kaloi. Sa i përket sakrificës financiare të Hazrat Abu Osmanit radhiyallahu anhu, transmetohet nga Abdurrahman ibn Hubabi, thot, unë isha i pranishëm te profeti sallallahu alajhi wasallam, kur ai po nxiste ushtrinë e vështirësisë dhe Hazret Osmani u ngritë, tha, o i dërguari i Allahut, unë marr përsipër 100 deve me shalet e tyre për hir të Allahut. Pastaj profeti sallallahu alajhi wasallam bëri një tjetër thirrje. Dhe Hazret Osmani tha, marr përsipër 200 deve me të gjitha pajisjet e tyre. Kur profeti sallallahu alajhi wasallam përsëriti për herë të tretë, Hazret Osmani u ngrit dhe tha, unë jap 300 deve me të gjitha pajisjet e tyre për hir të Allahut. Unë pash profetin sallallahu alajhi wasallam duke zbritur nga mimberi
dhe duke thënë ma ala Uthmana ma amila ba'da hadhi, ma ala Uthmana ma amila ba'da hadhi, pas kësaj çfarë do që të bëj Osmani nuk do t'i kërkohet llogari. Pas kësaj çfarë do që të bëj Osmani nuk do t'i kërkohet llogari. Në një transmetim tjetër thuhet se Hazrat Abdurrahman ibn Samra radhiyallahu anhu ka treguar se Hazrat Osmani i dhuroi profetit sallallahu alaihi wasallam 1000 dinar. Kur ai po përgatiste ushtrinë e vështirësisë, pra Jeshul Usra, dhe ia vuri ato para tij. Hazrat Abdurrahmani radhiyallahu anhu tha, e pash profetin sallallahu alaihi wasallam duke i kthyer ato dinar në prerin e tij dhe duke thënë ma dharra Uthmana ma amila ba'da al-yawm. Pra asgjë nuk do t'i dëmtoj Osmanit nga çfarë do që ai bën pas kësaj dite. Pra këtë e përsëriti 2 herë. Sipas një transmetimi tjetër, Hazrat Osmani dha 10.000 dinar në këtë rast dhe profeti sallallahu alaihi wasallam u lut për të. Ghafarallahu laka ya Uthman ma qaddamta wa ma akharta wa ma asrarta wa ma a'lanta wa ma akhfayta wa ma abdayta wa ma huwa ka'inun ila yawm al-qiyamah. Allahu të fal ty, o Osman. Pas kësaj nuk duhet të shqetësohesh për asgjë, për atë që ke bërë më parë dhe atë që do të bësh më vonë, për atë që ke fshehur dhe atë që ke shpallur, për atë që ke mbajtur të fshehtë dhe atë që ke treguar, dhe për gjithçka që do të ndodhë deri në ditën e gjykimit. Sipas një transmetimi tjetër, Hazrat Osmani radhiyallahu anhu dhuroi 1000 deve dhe 70 kuaj për përgatitjen e luftës. Në një tjetër transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam u lut me këto fjalë: Allahumma arda an Uthman fa inni anhu radin. O Allah, kënaqu me Osmanin, sepse edhe unë jam i kënaqur me të. Ibn Ishaku tregon se Hazrat Osmani kishte shpenzuar aq shumë para gjatë betejës së Tabukut në rrugën e Allahut, saqë asnjë sahabi tjetër nuk mund t'i afrohej atij në të shpenzuar. Në karvan tregtar i Hazrat Osmanit u kthye nga Siria me shumë fitim dhe ai premtoi për të marrë përsipër shpenzimet e ushtrisë, duke thënë: unë do të mbuloj shpenzimet e njët të tretas të ushtrisë. Ai furnizoi dhe armatosi më shumë se 10.000 ushtarë dhe u kujdes që edhe gjëja më e vogël si lisë e kapucash të sigurohej nga pasuria e tij. Vetëm për këtë ai shpenzoi 10.000 dinar dhe kjo pasuri ishte përveç asaj që ai kishte shpenzuar për furnizimin e deveve dhe kuajve. Përpos kësaj, ai dhuroi edhe 1.000 deve, 100 kuaj dhe 1.000 dinar të tjerë për profetin sallallahu alaihi wasallam, të cilat ishin përveç 10.000 dinarve të mëparshëm që kishte shpenzuar për ushtrinë. Në këtë rast, Hazrat Abdurrahman ibn Aufi dhuroi 100 okje argjend dhe sipas disa transmetimeve 200 okje. Okja është një njësi matëse me anë të së cilës matet pesha e një sendi dhe një okje është e barabartë me 10,5 tolla. Pra kështu 100 okja është afërsisht 1.050 deri në 2.100 tolla argjendi, që sot do të ishte afërsisht nga 1 kilogram e qerek deri në 2 kilogram e gjysmë argjend. Pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam tha: Osman ibn Affani dhe Abdurrahman ibn Aufi janë 2 nga thesaret e Allahut në tokë, të cilat shpenzojnë për të fituar kënaqësinë e tij. Ata kanë dhuruar kaq shumë pasuri. Sipas një transmetimi tjetër, Hazrat Abdurrahman ibn Aufi dhuroi 400 okje ari, pra rreth 4.200 tolla ari ose rreth 49 kg ari. Disa tregojnë edhe për dhurimin e 900 deveve. Sidoqoftë, Hazrat Abdurrahmani radhiyallahu anhu kishte bërë sakrifica të jashtëzakonshme. Sipas një transmetimi tjetër, Hazrat Abdurrahman ibn Aufi shkoi te profeti sallallahu alaihi wasallam dhe tha:
kam 8.000 dirhem. 4.000 i kam lënë për familjen time dhe 4.000 po ju ofroj juve. Profeti sallallahu alaihi wasallam u lut për ta. Barakallahu laka fima ataita wa baraka laka fima amsakta. Pra, o Abdurrahman, Allah të bekoft në atë që ke dhënë dhe të bekoft në atë që ke ruajtur. Hazret Asim ibn Adi dhuroi 70 vesk hurma. Pra, hurma. Një vesk përmban 60 sa dhe një sa është afërsisht 3 ser. Pra, gjithsesi rreth 12.600 kg hurma. Ndër ata që sollën pasuri për profetin sallallahu alajhi wasallam përmenden edhe emrat e mëposhtëm të cilat kishin bërë kontribute të jashtëzakonshme. Hazrat Abbas ibn Abdul Muttalibi, Hazrat Talha ibn Ubaidullah, Hazrat Saad ibn Ubada dhe Hazrat Muhammad ibn Maslama radhiyallahu anhum. Hazrat Masihu premtuar islam ka thënë, dikur ishte një kohë kur njerëzit për fenë e Zotit flijonin jetën e tyre si dele dhe bakti, e jo vetëm pasurinë. Hazrat Abu Bekri radhiyallahu anhu disa herë dha gjithçka që kishte, atësa nuk la asnjë gjil për në shtëpi. Po kështu Hazrat Omeri radhiyallahu anhu dha sipas mundësisë së tij, dhe Hazrat Osmani radhiyallahu anhu sipas fuqisë dhe pasurisë së tij. Të gjithë sahabët ishin gati të sakrifikonin jetën dhe pasurinë e tyre për fenë e Zotit. Ai shtoi, Allah thot, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kurse si nuk mund të arrini mirësinë derisa të shpenzoni nga ato që i keni për zemër. Sahabët shpenzonin për të fituar këtë virtyt. Hazrat Masihu premtuar selam ka thënë, sahabët shpesh shisnin pasurinë e shtëpisë për të mbuluar shpenzimet e luftës, madje edhe pronat e tyre për të ndihmuar të tjerët që shkonin në betejë. Një herë profeti sallallahu alajhi wasallam tha, ushtria jon do të niset në këtë fushat. Por besimtarët nuk posedojnë asgjë. A ka ndonjë për jush që dëshiron të fitojë shpërblimin? Hazrat Osmani radhiyallahu anhu sapo dëgjoi u ngrit dhe solli gjithë pasurinë që kishte për shpenzimin e muslimanëve. Kur profeti sallallahu alajhi wasallam e pa këtë, tha, Osmani e bleu xhenetin, e siguroi xhenetin. Hazrat Kalifi III rahimahullah alayhi, Allah i mëshiroft, një herë gjatë një hutbeje rrëfeu këtë ngjarje me këto fjalë. Ai tha, një herë muslimanët kishin nevojë për mjete të mëdha financiare për të përgjigjur nevojave të luftës, por u mungonin mjetet. Ishte koha kur muslimanët përballonin vështirësi në gjendjen ekonomike. Profeti sallallahu alajhi wasallam u përmendi sahabëve nevojat aktuale dhe u bëri thirrje të bënin sakrificë nga pasuria e tyre. Si rjedhoje, Hazrat Abu Bekri radhiyallahu anhu solli gjithë pasurinë e tij. Hazrat Omer radhiyallahu anhu solli gjysmën e pasurisë dhe Hazrat Osmani radhiyallahu anhu i tha, unë do të mbuloj të gjitha shpenzimet e 10.000 sahabëve dhe dhuroi 1.000 deve dhe 70 kuaj. Të gjithë sahabët e sinqert dhanë sipas mundësive të tyre dhe Allah i bekoi ata me rezultate të shkëlqyera. Është një bekim i madh që anëtarët e xhamatit Ahmedia e kuptojnë rëndësinë e sakrificës me mjetet financiare. Unë kam përmendur shpeshherë shembuj nga jeta e disa njerëzve, të cilët japin gjithçka që kanë, edhe të pasurit duhet të kenë përpara shembujet e Hazrat Abu Bekrit radhiyallahu anhu, Hazrat Omerit radhiyallahu anhu, Hazrat Osmanit radhiyallahu anhu, dhe të përpiqen të rrisin nivelin e tyre të sakrificës. Antarët që i përkasin shtresës së ulët apo shtresës së mesme, vijojnë të bëjnë sakrifica shembullore. Madje një pjesë e konsiderueshme nga shtresa e pasur bëjnë sakrifica të tilla, por edhe ata që janë të dobët duhet të përparojnë në këtë drejtim. Kjo është koha për të bërë sakrifica për përhapjen e fesë. Sahabët dhanë aq sa mundën për të siguruar deve, shpata dhe pajisje për ushtarët e varfër. Disa sahabë dhe sahabijat të varfra sillin një ose dy mud grur dhe zemrat e tyre mbusheshin me dëshirë që të kishin më shumë për të dhuruar. Pra, një mud është një njësi
tradicionale islame e vëllimit që përdoret për matjen e drithrave, hurmave dhe sendeve të tjera të thata. मुनाफिकीन के इस Dhe pesha e saj është në kilogram varet nga lloji i drithrave dhe një mund është afërsisht 700 gram ose 750 kilogram grur. في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون. Pra, disa sahab dhe sahabiat të varfra sillin një ose dy mut grur në zemrat e tyre dhe zemrat e tyre mbusheshin me dëshirë që të kishin më shumë për të dhuruar. Pra një kilo e gjys, një kilogram e gjysmë drithra. Por hipokritët talleshin me ta, duke thënë, a do të mposhtin këta njerëz perandurinë romake me një grusht drith? Për këtë tallje Allah thotë: "Alladhina yalmizuna almuttawwi'ina min almu'minina fi as-sadaqati walladhina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhira Allahu minhum wa lahum 'adhabun alim." Ata që i akuzojnë vullnetarët prej besimtarëve në lidhje me lëmoshat, si dhe i akuzojnë ata që nuk kanë asgjë tjetër përveç përpjekjes së tyre, pra tallen me ta. Allahu do të tallet me ta dhe ata do të kenë ndëshkim të dhimbshëm. Ndër ata që punuan për të dhënë sadaka ishte Hazrat Abu Aqili, i cili punoi gjithë natën për të nxjerrë ujë nga një pus dhe fitoi 2 sa hurma. Pra, një sa është afërsisht 2 kilogram e gjysmë. Pra, ai solli rreth 5 kilogram hurmë. Një sa e mbajti për familjen dhe tjetrën e solli si dhuratë për profetin sallallahu alajhi wasallam. और कहते थे कि ये लड़ाई की तैयारियां हो रही हैं. Hazrat Khalifi dyut radhiyallahu anhu ka përshkruar këtë ngjarje në një vend me këto fjalë, thotë: "Një herë profeti sallallahu alajhi wasallam bëri thirrje për sadaka dhe një sahab shkoi të punonte për një ditë ndoshta për të nxjerrë ujë nga një pus dhe fitoi gjysmë ser ose 3 qerek kile drith, të cilat i solli si kontribut. Në atë kohë duheshin mira rupi dhe hipokritët talleshin duke thënë këta me disa grushta elbi po përgatiten për luftë. Ishte koha kur përgatitej për betejën e Tebukut kundër romakëve, të cilat atëherë ishin aq të fuqishëm siç është perandoria britanike sot. Por profeti sallallahu alajhi wasallam tha: "Ata nuk e dinë sa vlerë kanë këto kokra elbi në sytë e Zotit." Ishin pikërisht këto kokra elbi që sollën fitoren e muslimanëve ndaj romakëve, dhe jo vetëm ndaj tyre, por edhe ndaj persëve, të cilët kishin një fuqi të barabartë me ta, dhe të dyja perandorit u mposhtën nga muslimanët. बयान हुआ है कि इस जंग में तैयारी के Kam përmendur se gjatë përgatitjeve për këtë luftë, sahabët e sinqert në mënyrë të ndryshme po përpiqeshin të marrin pjesë në këtë fushat të sakrificës materiale. साहब ने माल दौलत Një në vazhd të shembujeve prekës është përmendur edhe një ngjarje e çuditshme e një sahabiu. Sahabët e pasur po jepnin pasurinë e tyre, ndërsa sahabët e varfër dhe të skamur po bënin punë krahu që të fitonin pak para dhe të i ofronin profetit sallallahu alajhi wasallam. एक ऐसा मासूमाना Në këto rrethana përmendet një ngjarje e Hazrat Urwa ibn Zaidit, i cili për të fituar kënaqësinë e Allahut bëri një veprim të çuditshëm, i cili jo vetëm pra ky njeri Hazrat Urwa ibn Zaidi nuk ishte jo vetëm që गुजारी करते हुए अर्ज की कि ए अल्लाह pra veprimi i tij jo vetëm që ishte i pastër dhe i sinqert, por dallohej nga gjithë të tjerët. लेकिन मेरे पास कुछ Hazrat Urwa ishte i varfër, por edhe shumë i sinqert. Ai nuk kishte asgjë për të dhuruar dhe ishte edhe i dobët fizikisht, pra gjë që e pengonte për të marrë pjesë në xhihad. Prandaj, një natë ai u ngrit për të falur namazin dhe i u drejtua Zotit me prullësi dhe ngashërim dhe tha: "O Allah, ti na ke porositur të dalim për luftë, por unë nuk kam asgjë. Edhe i dërguari yt sallallahu alajhi wasallam nuk ka mjete apo pajisje të mjaftueshme që të më japin diçka me të cilën të marr pjesë në luftë. Profeti yt ka bërë thirrje për sakrificë materiale, por unë as në këtë drejtim nuk mund të marr pjesë. कोई खड़ा नहीं हुआ. Megjithatë, unë i fal të gjitha padrejtësitë që janë bërë ndaj jetës, pasurisë dhe nderit tim, dhe i dhuroj ato si sadaka për muslimanët." फिर ज़कातिल Të nesërmen, ky sahab bashkë me sahabët e tjerë shkoi te i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam. Profeti sallallahu alajhi wasallam pyeti: "Ku është ai që mbrëm i dhuroi Allahut nderin e tij si sadaka?" Askush nuk u përgjigj. Profeti sallallahu alajhi wasallam pyeti përsëri,
por prap askush nuk u ngrit. Më në fund Urwa u ngrit dhe ja rrëfeu ngjarjen. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha: "Abshir, fa walladhi nafsu Muhammadin bi yadihi laqad kutibat fi zakati al-mutaqabbala." Gëzohu, pasha atë në dorën e të cilit është jeta e Muhamedit, emri ju të shkruar mes atyre të cilëve u është pranuar sadakaja. Çfarë ndjenje e bukur dhe e veçantë sinqeriteti dhe flijimi. Dhe Allahu, i cili e di gjendjen e zemrave, e pranoi këtë ndjenje dhe e bëri të njohur për të dërguarin e tij sallallahu alaihi wasallam. Edhe gratë nuk mbetën mbrapa në këtë rast. Ato dhuruan stolitë e tyre për përgatitje të luftës. Hazrat Sinan Eslemia Rafen thot, pash në shtëpinë e Aishas radhiyallahu anha një qarqaf të shtruar përpara të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, mbi të cilën kishte perfuma, bizylyk, vath, unaza dhe këmbor, të gjitha të dhuruara nga gratë muslimane për përgatitjen e ushtrisë për xhihad. Pra, nga njëra anë, gjendja e besimtarëve të sinqertë ishte e tillë, ndërsa ana tjetër hipokritët, pra munafikët, po përpiqeshin me të gjitha forcat e tyre. Në një kuptim, kjo ishte edhe dredhia dhe komploti i tyre i fundit, dhe ata ishin të bindur për suksesin e tyre. Ata mendonin se muslimanët me siguri do të niseshin për të rrugtim të gjatë drejtësirisë, por kishin edhe këtë ide djallëzore se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam azalla nuk do të kthehej më i gjallë në Medinë. Prandaj qëllimi i tyre ishte që sa më pak musliman të dilnin me të. Sepse sipas mendimit të tyre, sa më i vogël të ishte sasia e ushtrisë muslimane, aq më i sigurt do të ishte humbja dhe shkatrimi i tyre. Hipokritët egzageronin vështirësinë e udhëtimit, nxehtësinë dhe mungesën e mjeteve për të trembur muslimanët. U thoshin, është shumë i nxehtë, udhëtimi është tepër i gjatë, kemi shumë pak mjete. Pasi shumica e banorëve të Medinës merreshin me bujqësi dhe koha e korjes po afrohe, ndërkohë ishin vitet e thatësirës. Hipokritët u thoshin muslimanëve, a nuk e dini sa e fuqishme dhe pathyeshme është ushtria me të cilën do të përballeni? Ata do t'ju kërdisin ose do t'ju kthejnë në robërit e tyre. Këto ishin fjalët e hipokritëve. Edhe pse propaganda e tyre nuk ndikoi as pak te besimtarët e vërtet, ajo u kalli frikën atyre me besim të dobët. Këta të fundit nisën të gjenin justifikime për të mos marrë pjesë në luftë. Megjithatë, shumica e tyre që kërkuan arsyetime ishin vetë hipokritë. Kurani e përshkruan sjelljen e tyre me këto fjalë: Farihal mukhallafuna bi maq'adihim khilaf Rasulullah wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil har. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. Të mbeturit mbrapa u gëzuan për ndjenjat e tyre prapa të dërguarit të Allahut dhe nuk pëlqyen të luftonin me pasuritë dhe jetën e tyre në rrugën e Allahut dhe thanë, mos u nisni në këtë të nxehtë. Thua ju, zjarri i xhehenemit është akoma më i nxehtë. E sikur të kuptonin. Pra, le të qeshin pak e të qajnë shumë, si dënimi i asaj që kanë punuar. Sipas transmetimeve, këta hipokrit vinin te i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe paraqisnin arsyetime për të mos marrë pjesë në xhihad, duke kërkuar leje për të mbetur në Medinë. Profeti sallallahu alaihi wasallam u jepte lejen. Kishte më shumë se 80 persona që i morën leje me pretekste të ndryshme, përveç atyre që ishin me Abdullah ibn Ubayin. Allahu i zbuloi të gjitha këto gënjeshtra në Kur'an, duke sqaruar se qëndrimi i tyre ishte pra për të mbetur mbrapa ishte për shkak të dobësisë së besimit dhe se justifikimet e tyre ishin të rreme. Kur zbritën këto ajete, të gjithë u paralajmëruan se në të ardhmen
kur imami të thëras për ndonjë çështje, si duhet të përgjigjen dhe si duhet të përgatiten për pjesëmarrje. तारीख की आवाज़ बुलंद हो Allah lartësuar thot: कहते हैं आगे बढ़ना चाहिए और जैसे لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك अल्लाह जल्ल शानहु لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. Pra, po ta kishte një tokë të afërt dhe udhëtim të lehtë, do të ndiqnin ty, por mundimi ju duk i vështirë. Ata me siguri do të betohen për Allahun. Po të kishim mundësi, patjetër do të dilnim së bashku me ju. Po e shkatrojnë veten e tyre. Dhe Allah e di që ata janë gënjeshtar. Allahu të falt, pse i lejove përpara se të bëhe e qartë se cilat thanë të vërtetën? E ti dije edhe ata që janë gënjeshtar. Nuk të kërkojnë leje për të mos luftuar me pasurit dhe jetën e tyre, ata që i besojnë Allahun dhe ditën e ahiretit. Dhe Allahu është i gjithdijshëm për ata që kanë droje Allahun. Të kërkojnë leje vetëm ata që nuk besojnë Allahun dhe ditën e ahiretit. Zemrat e tyre dyshojnë, ndaj ata luhaten në mëdyshjen e vetë. Po të donin të dilnin për xhihad do të bënin ndonjë përgatitje për ta. Por Allahu nuk e pëlqeu ngritjen e tyre për këtë kauzë të madhe. Ndaj i la poshtë dhe atyre ju tha rrini me të mbeturit. Po të dilnin bashkë me ju, do t'i shtonin vetëm që organizim. Do të rendnin kafshat midis jush duke dashur nga tres me ju. Dhe mes jush ka edhe të tillë që i dëgjojnë me vëmendje. Allahu është i gjithdijshëm për mizorat. Ata kanë dashur ta krijonin nga tresën dhe më parë dhe ti pushtjelluan ty çështjet derisa erdhi e vërteta dhe doli vendimi i Allahut, ndonse ata e urrenin. Pra, Allahu e sqaroi qartë gjendjen e brendshme të hipokritëve dhe i tha të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam, ti pranove arsyetimin e tyre të rrim. Sikur të mos u kishe pranuar dhe të mos u kishe dhënë leje, hipokrizia e tyre do të ishte bërë e qartë për të gjithë. Pra do të dilte sheshit.
Ata gjithsesi nuk do të kishin shkuar në luftë, por Allahu tha se është më mirë që ata të mos shkojnë, sepse nëse do të kishin shkuar, do të kishin shkaktuar vetëm pushtjellim dhe çrregullim midis muslimanëve. Pra, gjërat nuk ndodhen siç dëshironin hipokritët. Ngjarjet e tjera lidhur me këtë temë do t'ju shpjegoj në hutbet e ardhshme, inshallah. Në hutben e kaluar kisha përmendur sulmin ndaj xhamisë son në Rabwa. Bëni lutje për vullnetarët të cilat kanë mbetur të lënduar në këtë sulm. Allahu dhënd shërim të shpejtë dhe shëndet të plotë. Allah i ruajt nga pasojat shëndetësore dhe nga çdo përkeqësim. Disa pasoja ndonjëherë shfaqen shumë kohë më vonë pas ngjarjeve të tilla. Gjendja e 3 të rinjve është akoma e rëndë dhe ata ndodhen ende në spital, ndërsa 5 të tjerët janë kthyer në shtëpi pas trajtimit, por plagat e tyre ende kërkojnë kohë për të shëruar. Allahu u dhën të gjithëve shërim të plotë dhe i mbrojt antarët e xhamatit kudo nga çdo i keqi dhe nga çdo lloj dëmi. Pas namazit do të drejtojnë namazin e gjenazes në mungesë. I nderuar Sam Ali Naina nga Ishwet Marshall ka ndruar jetë para disa ditësh në moshën 83 vjeçare në Kaliforni, Shba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Indjeri Sam Ali Naina e njohu për herë të parë Islamin në vitet 1980 përmes misionarit ton Hafiz Jibril sahibit. Si rezultat i përpjekjeve të tij, indjeri Sam e pranoi Islam Ahmediyatin. Pavarësisht kundërshtimeve të mëdha që hasi, ai qëndroi i palëkundur dhe i vendosur në besimin e tij. Kur një senator solli një projekt ligj në parlament për të shpallur Islamin si një fe e paligjshme që nxit terrorizmin, indjeri me guxim të madh shkroi një artikël në një gazetë vendase dhe deklaroi: "Ne jemi musliman ahmedianë, nuk kemi asnjë lidhje me terrorizmin." Kjo deklaratë e tij e guximshme u bë sebeb për forcimin e xhamatit. Senatori u përpoqë të kalonte ligjin kundër Islamit, por fal përpjekjeve të tij ai dështoi. Indjeri ishte një figurë me ndikim në shoqërinë vendase. Falaudin Sham sahibi, zëvendës Amiri Shbas, thot: "Unë pata mundësin të punoja për 5 vjet në Ishwet Marshall. Kjo territor ishte nën kujdesin e xhamatit të Shteteve të Bashkuara." Sam sahibi pranoi xhamatin përmes Hafiz Jibril sahibit. Në fillim ishin vetëm 4 ose 5 familje ahmediane në këtë ishue. Xhamati ishte shumë i vogël dhe akoma nuk ishte regjistruar, por fal përpjekjeve të Hafiz sahibit, xhamati arriti të regjistrohej. Pas kthimit të tij nga Ishwet, për një kohë të gjatë nuk kishte një misionar atje, ndaj vet Sam sahibi e udhëheqi xhamatin deri në fund të jetës së tij. Ai përhapi mesazhin e xhamatit, kujdese për çdo çështje të xhamatit dhe kurrë nuk lejoi që veprimtaria e xhamatit të venite. Ai ishte gjithmonë i përkushtuar dhe bashkëpunonte me gatishmëri me çdo delegacion që vinte nga qendra, duke ndihmuar në çdo mënyrë. Indjeri gëzon rolin kryesor në themelimin e xhamatit në Ishwet Marshall. Shumica e antarëve të cilët kanë pranuar Islam Ahmediyatin në këtë ishue janë bërë përmes përpjekjeve të tij. Indjeri shërbeu edhe në cilësinë e presidentit të xhamatit. Shem sahibi tregon më tej, kur shkova të themeloja një mision në Kosraj, pra në ishën Kosraj, Sam sahibi më ndihmoi shumë. Ai kishte disa miq që ju bashkuan dhe me ndihmën e Allahut xhamati bleu një truall dhe ndërtoi një shtëpi misioni. Ai gjithashtu kontriboi në themelimin e misionit në
Kiribati dhe në një vend tjetër. Një herë e pyeta, cila është arsyeja që Allahu ju ka dhënë mundësinë të luani një rol kaq qendror në themelimin e xhamatit në 3 ishuj. Ai u përgjigj me përullësi, kjo është vetëm mirësia e Allahut dhe nuk kam asnjë merit personale. Qasim Chaudhry sahibi është misionar aktual në ishuet Marshall, thot, pavarësisht pengesave dhe vështirësive, Sam sahibi qëndroi i patundur në besimin e tij. Së bashku me gruan e tij, ai bëri sakrifica të mëdha. Bashortja e tij i dhuroi xhamatit një tokë mbi të cilën sot qëndron xhamia e parë në ishuet Marshall. Indjeri ka rrëfyer vetë historinë e pranimit të Islamit, thot, thot Sam sahibi, e ka rrëfyer vetë këtë histori, thot, unë dhe gruaja ime, Mary, po qëndronim në një hotel në Long, ishullin Long, në vitin 1987. Një mëngjes pam nga dritarja një burr të gjatë afrikan, ne u përshëndetëm dhe u prezantuam. Ai ishte Hafiz Jibril sahibi, misionar në Mikronezi. Ne takoheshim shpesh dhe bënim biseda të gjata në të cilat ai më shpjegoi Islamin. Hafiz sahibi më tregonte vargje nga Bibla ku paralajmërohej ardhja e një profeti pas Isait alayhis salam. Unë mbeta i habitur pasi nuk ishte vetëm një varg, por shumë vargje, madje edhe në Dhjatën e Re, ku vet Jezusi alayhis salam thot, megjithatë unë ju them të vërtetën, është mirë për ju që unë të shkoj, sepse po nuk shkova, nuk do të vite ju ngushëlluesi, por po shkova, unë do t'ju e dërgoj. Pra, është Gjoni, kapitulli 16, vargu 7. Këto ishin fakte që nuk i kisha dëgjuar kur më parë. Hafiz sahibi më shpjegonte gjithçka qartë, me dëshmi nga Bibla. Më në fund Allah më udhëzoi dhe zemra ime u hap ndaj Islamit dhe unë e pranova. Atyre që e morën vesh nuk e pëlqyen. Disa zyrtarë thanë, ne nuk do të lejojmë Islamin të përhapet në ishuet Marshall. Unë i telefonova Hafiz sahibit, por ai ishte larguar tashmë. Ai më tha, mos u shqetëso, Allahu do të hap rrugët. Dhe vërtet Allahu i hapi rrugët. Një ditë, ndërsa isha në shtëpi, erdhi një person nga zyra e prokurorit të përgjithshëm dhe më tha, gjykata ka miratuar regjistrimin e xhamatit tuaj. Aty ku njerëzit me fuqi dhe autoritet po përpiqeshin të ndalonin Islamin, Allahu vetë bëri që ai të pranohej ligjërisht. Unë me njëherë ja dërgova kopjen e Hafiz sahibit, me kalimin e kohës kuptova se Ahmediati është ndryshe nga grupet e tjera muslimane dhe isha krenar për këtë. Gjithmonë kam ndjerë në zemrën time një zë që më thot, jam një musliman Ahmedi, dhe kjo më mbush me krenari. Por 25 vjet nuk erdhi asnjë misionar dhe unë isha i shqetësuar. Hafiz sahibi më këshillonte gjithmonë, vazhdo ti shkruash kalifit të kohës dhe Allahu do ta hap një rrugë. Në vitin 2004 mora një udhëzim nga qendra se do të vinte një person dhe unë duhet ta prisja në aeroport. Shkova atje dhe pas pak pash një burr që po dilte me buzëqeshje. Ai më pyeti për emrin tim, i thash Sam. Ai tha, unë jam Kosër. Ishte Inamullah Kosër. Që nga ajo ditë u bëm si vëllezër, udhëtuam bash në Kosrae dhe Ponpaj. Ne qëndruam bash për një javë dhe u lidhëm aq ngushtë sikur të njiheshim prej vitesh. Ky ishte vëllazërimi islam. Pas pranimit të Islamit, ndjeva qetësi shpirtërore dhe paqe në zemër. Namazi më ndryshoi kryekëput. Edhe bashortja ime e vuri re këtë ndryshim, që nga ajo kohë çdo herë që që kisha nevojë për diçka i lutesha Allahut dhe ai gjithmonë më përgjigjej. Kam parë me syt e mi ndihmën e tij dhe në çdo lutje e falenderoj Allahun.
Mbesa e të ndjerit Julia thot, मेरी बीवी ने भी मेरे अंदर ये pra zonja Julia thot, ai ishte një musliman i sinqert që merrte forcë, qetësi dhe frymëzim nga besimi i tij. Kalonte një kohë të gjatë në adhurim dhe lexonte Kur'anin me përkushtim dhe dashuri. Lexonte edhe libra të ndryshëm islam. Ne shpesh e shihnim të thelluar në mendime. जो अपने ईमान से तसल्ली और ताकत हासिल करते थे Allahu i falt gabimet dhe i mëshiroft të ndjerin. बेहद अजीज रखते थे मुख्तलिफ इस्लामी कुतुब का मुतालिया कर Disa nga familjarët e tij akoma nuk kanë pranuar islamin. अल्लाह ताला Allahu u dhënt edhe atyre udhëzim और इनके खानदान që edhe në brezat e tyre të arshëm të lindnin musliman ahmedian. में से वो भी अहमदी हो जाएं الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر